Ungjilli i ditës. Edhe i prun atij edhe foshnjat që t'i zinte me dorë, dhe nxënësit kur i pani qortuar. Por Isui si i thërriti pranë tha: "Lërini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i ndaloni, sepse të këtillëve është mbretëria e Perëndisë. Me të vërtetë po ju them juve, se ai që nuk do të presë mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të." Edhe ata që dëgjuan thanë: "E kush mund të shpëtojë?" Edhe ai tha: "Të pamundurat për njerëzit janë të mundura për Perëndinë." Edhe Pietri tha: "Ja ne tek lam gjithçka dhe të erdhëm pas." Edhe ai u tha atyre: "Me të vërtetë po ju them juve, se nuk ka asnjë që la shtëpi, a prindër, a vëllezër, a grua, a djem, për shkak të mbretërisë së Perëndisë, i cili të mos marrë shumë më tepër në këtë kohë dhe në jetën që vjen, jetë të përjetshme." Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukait, kreu 18, vargu 15 deri 17 dhe 26 deri 30. Komenti i Ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 18, vargjet 15-17, vargu 26 deri në vargun 30. Dhe vargu 15 thotë: "Por i prun edhe disa fëmijë të vegjël që t'i prekte, por dishepujt kur pan këtë i qortuan." Pra, tek Zoti Krisht shkojnë disa nëna që kishin fëmijët e tyre në krah, ato çanë në turmën dhe shkuan tek Zoti që ai t'i prekte fëmijët e tyre, pra t'i bekonte. Por dishepujt kur pan këtë gjë i qortuan, pra dishepujve kjo ju duk diçka e tepërt, e panevojshme dhe mu themi e lodhshme për Zotin që ai të merret edhe me fëmijët dhe t'i bekonte ata. Mund themi se kjo është një mundësi që kemi ne të rriturit, që i nënvlerësojmë fëmijët dhe e shikojmë si të panevojshme që ata të merren me gjëra të mëdha, aq më tepër që ata të shkojnë tek Perëndia ashtu siç shkojmë neve. Por është e kundërta. Dhe këtë na jep vargu 16. Atëherë Jesui i thiri fëmijët pranë vetes dhe i tha: "I lini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndisë." Pra Zoti i qortoi nxënësit, të cilët i kishin penguar këta fëmijë dhe urdhëroi: "I lini fëmijët të vinë tek unë." Që do thotë fëmijët duhet të shkojnë tek Zoti Krisht dhe ashtu siç ka nevojë një i rritur për Zotin, ka edhe një fëmijë nevojë për Zotin, që ai të bekohet. Jo se ai është një qenie mëkatare, siç ne të rriturit jemi, pra me mëkate personale, por edhe një fëmijë ka nevojë për mëshirën e Zotit, për bekimin e Zotit, sepse edhe fëmia trashëgon mëkatin stërgjyshor, i cili na ndan nga Perëndia, ka prirjen për mëkat, edhe fëmia duhet të rritet me hirin e Perëndisë. Dhe aq më tepër, Zoti i thot nxënësve, na thot edhe ne të rriturve, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndisë. Do me thënë, për këta fëmijë, të cilët janë të pastër në mendje, në shpirt dhe në trup, pra nuk kanë mëkate personale, por siç thash, kanë përsëri nevojë për mëshirën e Zotit sepse trashëgojnë mëkatin stërgjyshor, por aq më tepër për të tillë fëmijë, pra të cilët janë të thjesht, janë të përulur, janë të varur nga prindrit dhe nga Perëndia dhe besojnë me sinqeritet, për të tillë pra është mbretëria e Perëndisë.
Dhe jo thjesht për neve të rriturit që mendojmë se di që jemi dhe se çfarë neve bëjmë. Dhe këtë ne thot vargu 17 më qartë. Në të vërtetë po ju them se ai që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë nuk do të hyjë në të. Pra, Zoti na thotë që neve të rriturit duhet bëjmë kujdes sepse neve duhet ta pranojmë mbretërinë e Perëndisë siç e pranon një fëmijë. Që do të thotë, fëmia, siç thash, beson tek Perëndia me sinqeritet. Çfarë dëgjon për Zotin dhe çfarë lexon për Zotin. Nuk ka egoizëm brenda vetes, nuk ka krenari, nuk ka një gjykim të gabuar, por ai është i thjesht dhe i beson të gjitha dhe është i varur tek Perëndia, sepse e ndihmon edhe mosha e tij, e ndihmon edhe vartësia që ai ka ndaj prindërve të vet. Dhe kështu edhe neve duhet të bëhemi si këta fëmijë të thjesht, duhet të bëhemi si këta fëmijë të huaj për mëkatin dhe duhet të bëhemi si këta fëmijë të varur nga hiri i Perëndisë me një besim të sinqert. Sepse ndryshe ne nuk do të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe apostulli Shën Pavli për këtë na thot shumë qartë në letrën drejtuar Korintasve. Vëllezër, mos jeni fëmijë nga mendja, por jeni foshnje për të ligën dhe jeni të pjekur nga mendja. Pra, që do të thotë që neve nuk duhet të bëjmë thjesht kalamallëqe si mund të bëjë një fëmijë, por të jemi fëmijë ndaj të keqes, pra ndaj egoizmit, krenarisë dhe pasioneve, ashtu siç është edhe një fëmijë i huaj, pra nuk i njeh këto gjëra. Të dashur më Krishtin, ne prindit kemi një përgjegjësi të madhe, jo thjesht se jemi prindër dhe duhet të rrisim fëmijët duke shlyer një borxh të prindërve tanë, pra duhet kujdesemi për gjërat e nevojshme, pra ushqime, veshje, shkollim, por gjëja më e rëndësishme që duhet bëjë një prind është që fëmijën e tij ta çojë tek Zoti. Sepse pa Zotin ne nuk mund të bëjmë dot asgjë, as detyrën tonë prindërore, dhe një fëmijë pa hirin e Perëndisë nuk ka një rritje normale dhe rrezikon. Prandaj edhe Kisha ortodokse bën ftesë prindërve që në foshnjëri, pra që në javët e para të lindjes, fëmia duhet të bekohet nga Zoti nëpërmjet kishës me anë të priftërive, dhe kemi edhe uratën e gruas leon, kemi uratën e ditës së 8, kemi uratën e ditës së 40, ku fëmia vjen në kishë bashkë me nënën për t'u kishëruar, dhe që nga kjo kohë ai është i thirrur që të pagëzohet duke sjell prindri dhe nuni. Dhe është një përgjegjësi e madhe që neve duhet t'i çojmë fëmijët në kishë dhe t'i pagëzojmë, sepse një fëmijë i papagëzuar rrezikon, sepse është si ai qingji i cili është jashtë vathës kur i bariu me delet, pra është jashtë kishës dhe ujku i mëndshëm, që është djalli, është i interesuar që ta dëmtojë një fëmijë dhe kështu që fëmia, pavarësisht se nuk ka asnjë përgjegjësi personale, por janë prindrit ata që kanë përgjegjësi dhe mund të bëjnë shkak që ky fëmijë mos bashkohet me Zotin dhe aq më tepër të jetë një viktimë e ligjësisë së djallit dhe e të keqes së tij. Prandaj duhet që fëmijët i çojmë në kishë, sepse një fëmijë i papagëzuar, i cili nuk është bashkuar me Zotin, sepse dimë që misteri i pagëzimit është ai që na bashkon me Zotin, në qoftë se largohet nga kjo jetë i papagëzuar, atëre ai nuk mund të hyjë dot në parajs, patjetër që nuk shkon në ferr, por nuk hyn dot në parajs, sepse në parajs hyn vetëm ata që janë të bashkuar me Krishtin. Dhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe e prindërve. Prandaj duhet të bëjmë kujdes për këtë dhe duhet jemi të vëmendshëm që fëmijët duhet i çojmë tek Zoti. Jo vetëm për t'i pagëzuar, por duhet i çojmë edhe për t'i formuar me mësimin e kishës, sepse shikojmë që prindërit sot interesohen për fëmijët e tyre të kenë kulturë të zgjeruar, të mësojnë gjuhëra të huaja, të mësojnë shkencat, pra që në kopësht edhe në shkollën e tyre fillore dhe në klasë të tjera. Por, nëse një fëmijë nuk është mësuar me mësimin e Zotit, me dijen e Zotit, gjithçka që neve kemi bërë për ta fëmijë do të shkojë kot, sepse përsëri themi atë që thot Zoti, pa mua nuk mund të bëni dot asgjë. Dhe një fëmijë i cili rritet pa hirin e Perëndisë është si një bim e njohur, e cila nuk ka pranë vetes saj një shkop që ta mbaj drejt
dhe të rritet e drejtë dhe e fortë, por ajo rrezikohet nga era të ndryshme që të dëmtohet. Kështu dhe një fëmijë i cili nuk është i bashkuar me hirin e Perëndis, ai rrezikohet nga shumë të këqija që sjell djalli, por edhe fryma e botës. Po le të flasim edhe për vargjet e tjera nga vargu 26 deri në vargun 30. Dhe vargu 26 thot: Edhe ata që dëgjonin thanë, po kush pra mund shpëtohet? Pra, apostujt dhe neve të rriturit, kur dëgjojmë këtë kërkesë që Zoti na thotë të bëhemi si fëmijë, në kuptimin si fëmijë ndaj të keqes, patjetër që kemi një lloj frike brenda vetes, një lloj pikpyetje, kush mund të shpëtohet? Por Zoti i jep përgjigjen. Por ai tha, ato të pamundshmet për njerëzit janë të mundshme për Perëndin. Domethënë, shpëtimi i njeriu nuk është thjesht vetëm nga dëshira dhe përpjekja e njeriu, shpëtimi i njeriu është një bashkëveprim, një sinergji ndërmjet hirit të Perëndis edhe përpjekjeve të njeriu. Prandaj, këto dy veprime të Perëndis dhe njeriu bashkëveprojnë brenda lirisë së vet njeriu që njeriu të shpëtojë. Ne gjithë shpresën duhet ta vendosim tek hiri i Perëndis, por patjetër kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të bëjmë përpjekje. Dhe vargu 28 na sqaron për këtë. Pastaj Pietri tha: "Ja, ne kemi lënë çdo gjë dhe të kemi ndjekur." Dhe ai i tha atyre: "Në të vërtetë po ju them se nuk ka asnjë që të lësh shtëpinë ose prindrit ose vëllezrit ose gruan ose fëmijët për shkak të mbretërisë së Perëndis, që mos marr shumë fish në këtë kohë dhe në botën që do të vijë jetën e përjetshme." Pra apostulli Shën Pietri thot Zotit na i lam të gjitha, dhe dim që apostulli Shën Pietri dhe të gjithë apostujt i lanë të gjitha, lanë familjet e tyre. Dim se apostulli Shën Pietri ishte i martuar, pra kishte grua, kishte fëmijë, ai e la familjen e tij, ata lanë prindrit e tyre, lanë shtëpitë e tyre, lanë punën e tyre, lanë pasurinë e tyre dhe i vajtën pas Zotit. Patjetër që Zoti e dinte këtë dhe i thotë që kjo që ju bët, kjo nuk do t'ju mbas, sepse do të merrni që në këtë jetë shumë fish dhe në botën tjetër jetën e përjetshme. Çfarë do të thotë? Nuk do të thotë se ne jemi të shpëtuar duke lënë të afërmit, familjen, fëmijët, pronat, pasurinë, punën, se gjithçka që kemi, por do të thotë se nëpërmjet kësaj neve tregojmë se sa e duam Perëndin. Dhe ashtu si Zoti i la të gjitha në qiejt, pra la atin e tij, la shtëpinë e tij qiellore, pra la gëzimin e tij dhe erdhi në tokë për të bashkuar me njerëzit, patjetër që ai kërkon edhe nga njerëzit këtë dëshirë të mirë dhe këtë prioritet në dashuri. Pra, dashuria e parë i takon Perëndis dhe nëpërmjet dashurisë Perëndis marrin vlerë dhe dashuritë e tjera. Sepse duke dashur Zotin, ne do dim të duam vetveten radh parë, do të duam të afërmin, gruan, fëmijët, prindrit, do të duam edhe gjërat që kemi në këtë botë me një dashuri dhe me një kuptim të vërtetë. Dhe aq më tepër, Perëndia ka një shumëfi shumë të madh. Zoti për çdo gjë që ne bëjmë për atë, ai na i kthen, na i shumëfishon, dhe nëse ne lexojmë te Ungjilli sipas Shën Markut, përsëri për këtë Zoti thotë: "Atëra ai u tha atyre: Në të vërtetë po ju them, nuk ka njeri që të ke lënë shtëpinë, a vëllezër, a motra, a atin, a nën, a fëmijë ose ara për hirin tim dhe të Ungjillit, që të mos marr tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë, ara së bashku me përndjekët dhe në botën e ardhshme jetën e përjetshme." Që do të thotë, Perëndia do të na i shufishojë të gjitha ato që ne i kemi dhënë atij, pra ka një për 100, ka një kamat shumë të lartë të Zotit. Pra kjo u vërtetua edhe tek apostujt, ata lanë familjen e tyre, por fituan një familje më të madhe, pra familjen e kishës. Ata lanë shtëpitë e tyre, po fituan gjithë botën, sepse u bën të dëgjuar në gjithë botën. Ata lanë profesionin e tyre të peshkatarit, po fituan nderin e apostullit. Ata lanë pasurinë e tyre të vogël ose të madhe, por fituan atë që është pasuria më e paqëmueshme, Zotin Krisht, dhe mbi të gjitha fituan jetën e përjetshme.
dëgjuat komentin e Ungjillit.